Të gjithë e kemi dëgjuar, apo jo? Ideja se produkti më i mirë, ai më cilësori, duhet të fitojë gjithmonë. Por pse ndodh shpesh e kundërta? Pse produkte fantastike dështojnë? E po, përgjigja shpesh fshihet pas një fjale të vetme, një koncepti kaq të fuqishëm por shpesh të keq kuptuar në marketing: pozicionimi. Dhe pikërisht për këtë do të flasim sot. Dhe ja ku e kemi, një citim goxha provokues, apo jo? Kjo, le ta pranojmë, është mënyra se si shumë njerëz e shohin marketingun, si një lloj arti i errët, një makinacion për të na bindur të blejmë gjëra që s'na duhen. Është një pikpamje shumë e përhapur, por a është vërtet kështu? Kjo pikpamje negative për marketingun buron nga një ide tjetër shumë e fortë, ajo që njihet si filozofia e kurthit më të mirë për mint. E dini si funksionon? Ideja është super e thjeshtë. Ndërto diçka më të mirë se të tjerët dhe bota do ta gjejë rrugën te dera jote, pa nevojë për reklama, pa nevojë për truke. Thjesht cilësia flet vet. Po ja ku gjërat marrin një kthesë interesante. Po sikur dështimi i produkteve të mëdha të mos vijë nga gënjeshtrat e marketingut, por nga mungesa totale e komunikimit? Çfarë ndodh kur ke një produkt genial, por ai dështon thjesht sepse askush nuk e mori vesh pse ishte genial? Kjo është një histori shumë më e zakonshme në botën e biznesit se sa mendojmë. Dhe pikërisht këtu hyn në lojë zgjidhja pozicionimi. Pra, harojini gënjeshtrat. Pozicionimi ka të bëjë me diçka krejt tjetër, ka të bëjë me qartësinë. Është procesi i të gjeturit të asaj një gjëje, thelbi të vlerës së produktit, dhe pastaj ta komunikosh atë në mënyrën më të thjeshtë dhe më të fuqishme të mundshme. Okej, për ta bërë këtë sa më konkret, le të shohim dy histori klasike, dy gjigant, Volvo dhe Tivo. Të dy kishin produkte absolutisht superiore për kohën e tyre, por, siç do ta shohim, vetëm njëri prej tyre e gozhdoi pozicionimin. Pra, le të bëjmë një udhëtim në kohë, mbrapa në vitet 80. Volvo, në atë kohë kishte kaq shumë gjëra për të mburur. Ishte makinë importi europian, ishte luksoze, kishte performancë të lartë, ishte e rehatshme, e sigurt, e besueshme. E gjithë kjo lista ishte, le të themi, propozimi i tyre i plot i vlerës, një mal me pikat forta. Por çfarë bëri Volvo? A u munduan t'i thoshin botës të gjitha këto? Absolutisht jo. Ata bënin një zgjedhje radikale. Zgjodhen vetëm një gjë nga e gjitha ajo listë, dhe ajo gjë ishte siguria. Kaq. Çdo reklam, çdo poster, çdo mesazh i vetëm rrotullohej rreth kësaj ideje të vetme. Ishte i qartë si kristali. Dhe shikoni sa i fuqishëm ishte ky fokus. Edhe sot e kësaj dite, dekada më vonë, ndaloni dikë në rrugë dhe pyeteni, më thuaj një markë makinash të sigurt. Shanset janë, përgjigjja do të jetë Volvo. Dhe ja ku vjen ironia, e dini çfarë? Objektivisht, ata nuk janë domosdoshmërisht më të sigurtët sot. Ky grafik tregon se ka plot marka të tjera me vlerësime të njëjta ose edhe më të larta sigurie. Por a ka rëndësi? Jo. Pozicionimi në mendjen e njerëzve ka mbetur i ngulitur. Tani, le të kalojmë te Tivo. Kur doli Tivo ishte magji e pastër. Ishte një revolucion teknologjik. Mund të ndaloje televizionin live, mund të regjistroje një sezon të tërë të serialit të preferuar me një buton, mund t'i kaloje reklamat e bezdisshme. Ky ishte me të vërtet kurthi më i mirë për mint. Një listë e pafund me përfitime që ndryshonin lojën. Por strategjia e tyre e komunikimit ishte poli i kundërt i Volvos. Në vend që të zgjidhnin një gjë, ata u munduan të komunikonin gjithçka. Reklamat e tyre ishin si një manual përdorimi, duke shpjeguar çdo funksion, çdo buton, çdo detaj të vogël. Ata po përpiqeshin ti edukonin njerëzit për të gjitha mënyrat e mrekullueshme se si Tivo mund t'u ndryshonte jetën. Dhe cili ishte rezultati i kësaj strategjie? E po, ja ku është. Pas 14 muajsh në treg dhe pas një fushate marketingu super të shtrenjtë, ata kishin vetëm 42.000 abonent. Një shifër zhgënjyese, për ta thënë butë, një dështim i bujshëm. Pse? Sepse mesazhi i tyre ishte thjesht shumë i komplikuar. Njerëzit u ngatruan, ata nuk e kuptuan se çfarë ishte kjo gjë. Pra, këto dy histori, e Volvos dhe e Tivos, na mësojnë një proces shumë të qartë për pozicionimin. Hapi parë, kupto çdo gjë që ofron produkti yt. Kjo është ajo që quhet propozimi i vlerës. Hapi dytë, dhe ky është hapi kyç, thelbësor, zgjidh vetëm një përfitim për t'u fokusuar. Dhe pastaj, bëj vetes dy pyetje kritike. Pyetja e parë,
A intereson vërtet ky përfitim klientit tim? Dhe e dyta, a më bën kjo gjë të dallohem nga konkurenca? Mirë, le ti marrim me radhë. Le të zhytemi te kontrolli i parë. A krijon vërtet vlerë? Dhe për këtë kemi një shembull fantastik nga jeta reale. Historia e 2 programeve të biçikletave me qira në Washington DC. Imagjinoni pak, para se të nisësh një program të tillë, pyetja themelore është për kë po e bëj këtë? Sepse, siç e shohim në këtë tabel, vlera nuk është një gjë universale. Një punonjës që shkon në zyrë çdo ditë ka nevoja krejt të ndryshme nga një turist që viziton qytetin për herë të parë. Dikush që del për pazar do diçka tjetër nga dikush që do të bëjë stërvitje. Vlera varet rësisht nga klienti. E po, në 2008, qyteti e lancoi programin e parë, e quajtur Smart Bike DC, dhe siç doli më vonë, ishte një dështim total, dhe e dini çfarë? Ishte një dështim i parashikueshëm. Po pse? Cili ishte problemi? Problemi ishte se nuk krijuan vlerë për askënd. Shikoni pak, terminalet ishin vetëm te stacionet e metros, pra nuk të ndihmonin të shkoje nga pika A në B. Biçikletat ishin të rënda dhe jo praktike, shporta ishte pothuajse të padobishme, orari ishte i kufizuar, duhej abonim vjetor, në thelb ata ndërtuan një sistem që nuk i bënte punë askujt siç duhet. Por për fat të mirë, historia nuk mbaron këtu. Ata mësuan nga gabimet e tyre, edhe në 2010 e rinisën gjithçka nga e para. Programi i ri u quajt Capital Bike Share. Dhe këtë herë bën gjithçka ndryshe. Çdo vendim i vetëm u mor me një qëllim, të krijonte vlerë për grupe specifike, vendosën më shumë stacione aty ku njerëzit vërtet jetonin dhe punonin, e bënte lehtë për turistët të paguanin me kartë krediti për një ditë, bicikletat ishin më të forta me shporta më të mëdha për ata që bënin pazar, e integruan me periferit për ata që udhëtonin çdo ditë. Rezultati, një sukses absolut. Okej, pra rregulli numër 1. Krijo vlerë reale për dikë. E qartë. Tani le të kalojmë te kontrolli numër 2. Diferencohu. Dalloje veten nga konkurenca. Dhe për të ilustruar këtë, do të futemi në një botë, le të themi shumë konkurruese. Ajo e xhelit dhe dushit për meshkuj. Kjo është interesante. Secila nga markat kryesore hyri në këtë treg duke zgjedhur një armik të ndryshëm për t'u luftuar. Axe, për shembull, tha: "Hej, ne nuk jemi ai sapuni roz me lule që përdoret dashura jote." Pastaj erdhi Nivea dhe tha: "Në rregull, ne nuk jemi si Axe, nuk jemi për adoleshentë që duan të tërheqin vëmendjen." Më pas, Dove u pozicionua kundër gjithë kategorisë, duke thënë: "Ne jemi më të mirë për lëkurën e thatë se çdo xhel tjetër." Dhe në fund Gillette, që tha: "Harrojeni lëkurën e thatë, ne luftojmë merën e keqe më mirë se Dove." Pra, të gjithë po luftonin me njëri tjetrin për një copë të vogël të tortës, një betejë ashpër. Por, a kishte një elefant gjigant në dhomë? Një konkurrent shumë më të madh që të gjithë po e injoronin plotësisht? Po, sigurisht që kishte. Konkurrenti i vërtet ishte sapuni i thjesht në kallëp. Shumica dërmuese e meshkujve në atë kohë ende përdornin sapun të zakonshëm. Ky ishte tregu i vërtet, oqeani i pashfrytzuar. E megjithatë, asnjëra nga këto marka të mëdha nuk po fliste me ata njerëz. Askush nuk po përpiqej t'i binte ata të hiqnin dorë nga sapuni i vjetër dhe të provonin diçka të re. Kjo na tregon diçka thelbësore. Kundër kujt zgjedh të konkurosh, është një nga vendimet më strategjike që mund të marrësh. Dhe gjithë kjo strategji, i gjithë ky mendim, mund të distilohet në një mjet të vetëm super të fuqishëm që përdoret brenda kompanisë. Quhet deklarata e pozicionimit. Është thjesht një fjali e vetme që përmban 3 gjëra: klientin tënd të synuar, konkurrencën që ke zgjedhur dhe pikën tënde të diferencimit. Për shembull, deklarata e Niveas mund të ishte diçka e tillë: për gurat që duan të përdorin xhel dushi, por nuk duan të mbajnë erë si një gjimnazist në mbrëmjen e maturës. E shihni? E qartë, e fokusuar dhe i tregon saktësisht të gjithë ekipit se cila është loja. Pra, herën tjetër që shihni një produkt të shkëlqyer që dështon, ose një markë që duket se dominon pa ndonjë arsye të dukshme, bëni një pauzë dhe mendoni. Mos ndoshta nuk ka të bëjë vetëm me cilësinë e produktit, mos ndoshta ka të bëjë me qartësinë e pozicionimit të tij, sepse siç e pam sot, në tregun e mi populluar, nuk fiton gjithmonë produkti më i mirë. Jo, fiton produkti që kuptohet më mirë.